Ndërkohë që ti vjen pak me mua. Po, ti vjen me mua, ti. Te Plevica do vish, te Plevica. Në Plevic? Po, në Plevic, Albano të lutem. Mu? Po, Luana! Haj. Jemi bashkë tani. Luana! Po prisje ti këti aty? Ma thuajt vërtetën. Apo prisje ti di kë aty? Shiko, dje thash base, po sot kam i hoqa shpresat. I hoqë shpresat? Po. Me thënë të vërtet, këtë doje për shembull që në rast se do vinte? Po gocat. Të dyja gocat? Po, unë të dyja i kam si ndaj dot. Si ndan dot, po e drejtë është. Me thënë të vërtetën, në papundësi për qenë son të prezente, kemi një video mesazh, le të themi. Jo përkatësisht ashtu, është një mesazh në mënyrë virtuale. Do shohim bashkë të monitori aty? Po, patjetër. Okej. Fjalët më të bukura nga motra për motrën. Luana, motrat e mia nuk kanë qenë vetëm motra për mua, kanë qenë mbështetje, kanë qenë nënat e mia e të dyta, kanë qenë gjithçka, kanë qenë mbështetja më e madhe në jetën time. Ashtu janë fakt motra. Ca motra keni Nara? Unë jam fëmija e fundit, kam 3 motra tjera, jemi 4 vajza. Ti e goca e fundit, e familjes, e Ajo lastuara. bebi vogël në për fotografi kam qërnu dhe unë kam betur e vogël akoma për ato. E kuptoj atër kush jeti në familje, se e vogla janë për vete në familjen time me motra, kështu që e kuptoj shumë mirë se sa e përgëdhelur ndihesh. Motra që të dërgoj këto fjalët shumë të bukura ishte Rona, apo jo? Po. Si është marrëdhënia me Ronën? Unë kam marrëdhënie të shkëlqyera me motrat e mia, dhe pse agravojmë ndonjëherë se janë gjithkohës duke gjithmonë më porosisin ju duke me vogël ende, po janë nuk ka si motrat e mia. Nuk ka si motrat e tua. Ka marrë malli shumë, apo jo? Më ka marrë malli. Se ku këtu vështë vetë ambienti që izolimi e bën këtë gjë. Jo, ato nuk rinë parë, do pa më parë, mua, mamin, tim, gocat e mia, i kam mbështetje edhe për vajzat. Të ka marrë malli, thuaj vetëm një njeri, por këtë ka marrë malli mos e shumti, që po t'ishte mundësia sonte do doje të atakoje. Një, zgjidh një. Po mami nuk mundet, se mami im është e pamundur të heci. Atë kam pik në zemër, kështu që goca... Besoj që goca ime madhe, Sofia, që ka qenë shtys që unë futem këtu, të dyja vajzat e mia. Është kërkesë e tyre që unë t'jem pjesë e këtij formati kaq të bukur. Edhe ndje me fat, Luana, më lejo ta them, ndje me fat se vitet e fundit nuk kam dashur ta festoj ditëlindjen time. Pse? Po, ka që kam pasur mamin me probleme dhe nuk doja të gëzoja unë, ajo e shikoja pak pa qefe dhe kështu, edhe gjithmonë gocat më kanë surprizuar edhe shoqëria, më nxirnin si me zorë. Kurse këtë radhin qëllova ishte si thuash shkruar tu që tisha midis këtyre njerëzve të mirë që kam filluar t'i dua, unë jam person që afeksionohem me njerëzit që rri. Ka përshime se lumëturia me madhe e mami tëndë është të qohë ty të lumëtur, kështu të lutem festoj gjithmonë. Më tha, mirë të ke qenë mami, po do mbash erbajga, shko në fermë, tha. Tani, unë do doja që aty ku je, do dërgoje një mesazh për gocat e tua, me qenë se i përmënde për... Shiko, unë kam jetuar dhe do vazhdoj të jetoj për ato. Dhe kur do jem mbështetje, do jem gjithmonë për atyre. Sido që të shkoj. Faleminderit. Mami ju do shumë. Dhe asnjë gjë që më falni ndonjëherë mbase edhe kam ngritur zërin, po mos u shqetësoni për mamin, domethënë. Është edhe loja kështu. Bukur. Po i kam qanë dhe më kanë qanë këta fermerët këtu, kështu që mos u shqetësoni për mua. Ju dua pa fund, jeni jeta ime, edhe motrat e mia. Dhe mamin tim. Elinara për emocionin shumë të bukura dhe njerë gëzuar ditëlindjen, tani kthehemi se duhet nis loja. Faleminderit Luana, shumë faleminderit. Ju përqafoj aty, edhe në studio. Faleminderit. Castro, Gjaku. Shumë përqafime për ty. Shumë faleminderit.
Ka përceba mujnë edhe erta. Mutra, mami, mutra. E ka përceba mujnë dhe erta. Ka marrë të paleje. Mi mbrëma, Sofia! Sofia! Sa e bukur qenë ke mo! Shumë faleminderit, jo më e bukur se ty, Luana. Faleminderit shumë! Luana! Sofi, si e ke parë mamin këtë ditë moj? Nuk të dëgjoj, Luana. Si e ke parë mamin, them të ferma? Si që një jashtë apo? Duhet. Si? Më vetja se që duhet, dhe njëherë më duket sikur haron që ka kamerë e të rotu. Haroj vërtet, Por na ka kënaqur, unë nuk dua që të ndryshoj asgjë nga loja vetë dhe të vazhdosh kështu fuqishëm. Asgjë. Sofia, sa për djeni, më takoj mua aty në backstage, më tha kujdes me ato baby kisset dhe mamat e botës t'i va. Vërtet, jo. Tani, Elinara, e kuptoj që ka marrë malli për gocën, do është krejtë natyrshme, po do i frym pak qirin të moj, se do mendosh një dëshirë. Okej! Shumurime për ty, Unë e kam fiksim të pjesën. shumurime Mendoj të për dëshirë. ty, shumurime rara, shumurime për ty. Mendoj dëshirë. Tani, Sofi, të lutem edhe një përqafim të fundit edhe duhet të largohesh. Sofia është ta kemi lënë surprizë, është fermerja më e re e këtij edicioni. Po! Jo, Elinara, jo. E kishim një mendje në fakt, taftonim, po... Jo, po mendoja kush do mbaj Kikon dhe Novën, se kam Hapi dy fliti, o Sofi, fliti pak sa aty qanë shpirti. Kiko ka vënë zjarë shtëpis, Nova po ashtu, vetëm vërtet, unë kam prishur lavatriçën, jemi shumë mirë. Si që sheja në gjamë fare pa ty. shpirti mami. Nëna si është? Mirë, shumë mirë, të gjithë janë shumë mirë dhe të... Që ke bëj shumë e bukur, maj si e bërë kështu si Merli Morlakso. Jo, si e bërë me bukur. Tani, Sofi. Më ka lënë porosi që të të them që të do shumë, edhe ka marrë shumë malli për ty dhe të vazhdosh kështu. Po do njëherë heshtja vret më shumë se sa zhurma. Po tani mami nuk i mban goja. Sofi, faleminderit që isha me ne. Shumë faleminderit juve. Tani, mami që e tha vetë që nuk i mban goja, ti e di që ka bërë dhe ca sherre, dhe është momenti për t'i diskutuar, ndaj mbaroj festa. Shpirti mami. Mirë, edhe motra. Jo, unë do të përcjell. Paçi, ju përshëndes gjithë dhe jeni shumë të mirë. Paçi, Miru pafshi. E kam... O, Elinara. Urdhëro, Luana, do hani ndonjë copë? Po na e sill ama na mbërsoj qik sonte. Tortën në mbaje. Shumë e bukur, shumë faleminderit, Luana. Faleminderit ti për emocionet e bukura, Elinara. Tani ti e di që të fjalia ime e fundit fola për ca debate që kanë ndodhur. Basën për shirës. Gjithsesi, ti je me Doreza, do thoja fute një kaq aty me duar ashtu siç ka ndonjëherë lezet, që ta bëjmë adetin edhe të pastaj të futemi programit. Jo, Lesa, e bër kaq e bukur sot. Po, me Doreza është hipodali se duhet heq të unaza ato, e famshme. I bie të na mbaroj praj me kështu të vjeqë. Tani, o Albano mund ta bësh ti si proces. Bravo. Është mirë? Shumë. Po jepin gjithë nga i gisht tash. Jo, Qameti Federiku. Okej, Luana, do ulem tani. Ulu, Elinara.